faleminderit që more nga fundjava jote për të qenë në këtë podcast dhe për të folur për një temë që nuk është edhe aq e prekshme ndonjëherë, për mjedisin dhe ruajtjen e biodiversitetit në Shqipëri. A mund të na tregosh çfarë do të thotë të jesh një ekspert mjedisi në Shqipëri? Çfarë do të thotë luftosh për ditë për të ruajtur këtë mjedis që ne në fakt nuk jemi dhe aq të ndërgjegjshëm që duhet ta bëjmë si shoqëri. Si fillim, faleminderit për ftesën në podcastin tuaj. Pyetja është shumë e mirë sepse është një nga argumentet që ne kemi ngritur gjithkohës pse duhet ta ruajmë mjedisin. Çfarë dua të them me këtë është që ti je një ekspert mjedisi në Shqipëri, domethënë që ti ose të biodiversitetit të shpenzosh shumë kohë në terren, të mbledhësh dhëna, të lexosh, të analizosh, të eksperimentosh, të shohësh se si degradimi i mjedisit mund të përkeqësoj jetën e njerëzve përre, se si mund të degradoj popullatat e biodiversitetit dhe mbas të atyre të propozosh masa. Gjithmonë ku këto masa janë suksesshme, ku politika që propozon vjen në punë dhe japi një fryt, siç thash, si për njerëzit dhe për natyrën, atëherë ti motivohesh. Çfarë po ndodh sot në Shqipëri është që ekspertët e mjedisit nuk dëgjohen. Dhe kjo demotivon jo vetëm ata persona që mbledhin të dhëna me kohë të zgjatura në terren, në ditë të vështira, por motivon dhe ato brezatashëm të cilët mendojnë që duke studiuar për mbrojtjen e natyrës, për mjedisin, për biodiversitetin, të krijojnë një të ardhme. Njeriu patjetër që pjesën financiare e ka të domosdoshme, por ajo që ne duhet t'i mësojmë brezatashme është që edhe pjesa shpirtërore ose suksesi në punë është një nga përfitimet kryesore. Dhe duke bërë që mos të dëgjohesh apo gjithë studimet e tua që ke bërë të mos merren parasysh në vendimarrje, atëherë gjithkush apo dhe brezat e arshëm demotivohen dhe nuk bëjnë më këtë përpjekje, por do kërkojnë vetëm një pozicion pune të thjesht pa kërkuar një sukses që siç thash në fund shërben tek njerëzit. Të qëndrojmë te ju të motivuarit, sepse më vjen mirë që jeni një gjenerat e re, një disa ekspert të mjedisit, një gjenerat shumë e re që është në mbrojtje të mjedisit. Si është dita për ju? Si është të luftosh sot për të ruajtur? Pra të flasim për atë pjesën tuaj që punoni për ditë që jeni aty. Atëherë ne jemi pak veta. Pra jemi disa, po jemi pak. Çfarë duhet të them është që Shqipëria ka burime shumë të mëdha natyrore, shumë të rëndësishme, të cilat kërkojnë më shumë angazhim. Grupi në organizatën ku jemi ne ka ekspertizë për lloje të ndryshme. Mund ta përmendësh organizatën, se ne si media s'kemi asnjë problem. Jo, patjetër, edhe gjithmonë është, domethënë unë s'jam privu ndonjëherë nga kjo pjesë sepse është një nga gjërat kryesore, promovimi i organizatës në mënyrën për ta emëruar PPN-an, që është organizata e parë në Shqipëri. Le të themi na rrit mbështetjen në një farë mënyre dhe na bën që të jemi mbrojtës më të mirë natyrës. Sa më shumë ta dinë që ne jemi aty, aq më shumë informacione mund të marrim, aq më shumë raportime. Dhe grupi i organizatës është i përbërë nga ekspertë ndryshëm, për sa i përket avifaunës, gjitarëve, habitateve, dhe varet shumë nga koha vjetore. Çfarë duhet të them është që se shumë njerëz thonë prit pak për këtë, ose mund ta bësh më vonë, hajde bëjmë këtë gjë tjetër, por puna jonë është e lidhur shumë afër me kohën ekologjike, me kohën biologjike të specieve. Pra janë pak ditë kur ndodh florezimi, pak ditë kur ndodh shtektimi, dhe ne duhet të jemi aty në atë moment. Do ndalemi edhe te këto fazat e shtektimit edhe sepse janë shumë të rëndësishme, pastaj për një arsye që do shpjegoj më poshtë. Po, patjetër. Pra ditët janë shumë zgjatura. Do duhet që të marrësh dhëna në maksimum sa të kesh mundësi, pastaj nuk duhet të humbësh kohë për analizimin e tyre, nuk duhet të humbësh kohë për analizimin e situatës në terren dhe të propozosh masa të ruajtëse që janë. Pra, në mendimin tim, ashtu si unë e shoh, puna jonë, sidomos në momentin, në kohën kur ne po flasim, është e vështirë. Është shumë e vështirë sepse
Nga një anë zhvillimi po ecën me shumë ritme të shpejta, nga ana tjetër masa mbrojtëse kërkojnë një kohë të caktuar për t'u propozuar, por edhe për t'u implementuar. Pra ka një garë me kohën, e cila nuk është asnjëherë në favorin tonë dhe duke marrë parasysh që nuk jemi mjaftueshëm mbrojtës natyre në Shqipëri, bëhet gjithmonë sfide më e vështirë, por duke ditur që kemi se çfarë të ruajmë, atëherë ka një motivim që na vjen gjithëve. Shiko, a mundesh ti që ne që kemi një ignorancë të theksuar në çështjet mjedisore të na shpjegosh se çfarë standardesh ka Shqipëria në ruajtjen e mjedisit vet, në ruajtjen e biodiversitetit kur e krahason me standardet europiane, marrim në konsiderat faktin që zogj nuk janë vetëm prona jona, apo jo? Po përmend zogjt, po ti mund na tregosh dhe mund na fusësh më në thellësi të çfarë standardesh kemi ne? A do jemi shumë shpejt afër BE-s për shembull? Kur vjen puna për ruajtjen e natyrës, jemi shumë larg standardeve. Çfarë dua të them është që ne mund të transpozojmë, mund t'i përshtasim letrat me BE-n, me vendet më të zhvilluara, por nuk kemi mundësinë. Pra në Shqipëri ne e shohim mbrojtjen e natyrës si një barrierë, e shohim si diçka që është elitare dhe nuk i përket problematikave që vendi ka. Ndërkohë që vendet e tjera e kanë kuptuar dhe e kanë vërtetuar që menaxhimi i burimeve natyrore është i lidhur drejt për drejt me prosperitetin e shoqërisë. Momentin që kjo mundësi ndryshon, ose shumë nga personat në Evropë ose banorët lokal, burimin natyror e kanë shenjtë, tokën përpara shtëpisë tyre e kanë të shenjtë dhe mundohen sa më shumë ta ruajnë me gjithçka që ajo mbart. Ndërkohë që ne kemi edhe një të shkuar e cila na ka bërë mos të ndjejmë shumë përkatësi për tokën, nëse është një pronë publike, themi di shteti ç'a të bëjë dhe nuk marrim asnjë hap për ta ruajtur. Pra, le të themi që ligjet po përshtaten me Bashkimin Evropian, por standardet tona nuk janë askund afër standardeve evropiane për shkak se nuk e kemi ende mundësinë që të ruajmë natyrën sepse ne jemi ata që Pra përfitojmë. na mungon mendësia? Tjetër çfarë na mungon? Patjetër dhe Ose eksperienca. çfarë gjërash të tjera na mungojnë, se besoj duhet të janë shumë. Na mungon eksperienca, do thoja. Pra, vendet e tjera kanë pasur problematikat dhe kanë shpenzuar më shumë në pjesën e shkencave të natyrës për të nxjerrë njerëz përgatitur, të cilët janë të aftë të ruajnë burime natyrore, të bëjnë studime. Nga ana tjetër, dëshira për të mësuar nga ato që kanë gabuar më përpara. Pra ne i mbyllim syt në gabimet që kanë bërë vendet më të zhvilluara dhe themi do i bëjmë dhe ne këto gabime. Dhe le të themi është pra një pjesë, kemi mungesë të theksuar të burimeve, të le të themi kapaciteteve njerëzore, mendësisë, po ka edhe një pjesë të problematikë sociale, që janë ato të tjera që përmenda. Pra, janë dy mjetet të cilat përputhen bashkë dhe bëjnë që ne të jemi pak më të dizavantazhuar kur vjen puna në ruajtjen e natyrës. Gjithsesi, le të themi mbështetja e ekologëve ndërkombëtar, e njerëzve që këtu janë në Shqipëri dhe kanë një eksperiencë, kanë parë mjaftueshëm, bën që të ketë ende shpresë për që ne të jemi të ruajtës të mirë të natyrës dhe të kemi një shpresë për ta ndryshuar këtë mendësi që Paska shpresë. Ka shpresë, por ka shumë pak kohë, është ajo që thash. Pra ne jemi tani në marshin e 5 për të marrë nga natyra atë që ka mbetur dhe është momenti që të bëjmë disa strategji kombëtare për të ruajtur, sepse ne shohim gjithkohës kudo që bëhen strategji për të zhvilluar, strategji për të investuar dhe harrojmë që njerëzit, banorët lokal, po edhe banorët e Shqipërisë kanë nevojë që të ushqehen, të kenë ujë të pastër, të kenë oksigjen. Po harrojmë këtë vetëm në emër të zhvillimit, jemi gati që të vëmë ekskavatorët në Pyje, në Lumejnë dhe kudo. Dhe po e shohim fatkeqësisht një xhiro ta bësh në Shqipëri. Se ke vizituar shumë zona dhe është pjesë e procesit e punës tënde, po cilat mendon
ti nga ajo që ke parë që janë zonat më të rrezikuara në Shqipëri? Ose më saktë, nxjerr disa nga zonat se kam përshtypje duhet të jenë shumë, po që ty të kanë bërë shumë përshtypje. Unë do thoja është Ulësia Perëndimore. Pra, Ulësia Perëndimore, lagunat bregtetare. Ato Se zonë, çfarë ndodh aty? Çfarë po ndodh aty? duke qenë se është pjesa e Bregdetit, është aksesi më i lehtë për të ndërtuar. Tani dhe ato zona që kishin mbetur, që kanë qenë zonat mbrojtura, e themi ende mbartin statusin e zonave të mbrojtura, por Ke fjalën për ato piklat e vogla pikërisht. që përcaktonte ministri Akumbaro apo jo? Pikërisht, Të pra piklat e vogla. piklat e vogla që i heq diku nga një pjesë, diku tjetër një pjesë, Laguna e Nartës, Butrinti, Kunevajini, pra gjithë Ulësia Perëndimore. Ka një Divja Karavastaja. patjetër, pra duke qenë se është më e lehtë që të ndërtohet, ka dhe një presion më të madh nga urbanizimi, pra popullsia po vjen dhe po përqendrohet gjithmonë më shumë në Ulësir. Mungesa e planifikimit të saktë të territorit ka bërë që mos ketë një rregull dhe këto zona të mbrojtura, burime shumë të rëndësishme natyrore, zonat për biodiversitetin, të kthehen në zona ndërtimi. Pra tani po shikojnë si zona të lira, thuhet aty s'ka asgjë dhe hajde të ndërtojmë. Dhe ne shohim që planifikohet në gjithë Bregdetin, në vende të mrekullueshme, unike, që njerëzit që vinë dhe kanë parë thonë mund të jetë vendi më i bukur në Europë për disa pika, për shembull në Lagunën e Sa me Nartës. fat jemi në këtë aspekt. Është për të ardhur keq që nuk i kemi parë, po dhe kur i shohim nuk i trajtojmë siç duhet. Pra, për shembull në Zvërnec, në Lagunën e Nartës, shikon që nuk ka më asnjë kontroll të administratës në terren dhe ça janë makina 4x4, motora, shkojnë mbi dunat shekullore, pra janë duna që janë ndërtuar prej shekush aty, po ta krahasosh me një rast në Spanjë, mos gaboj, një këngëtare, diçka e tillë, u arrestua, u procedua sepse hypi bëri një videoklip mbi dunë, ndërkohë këtu ka makina që shkojnë mbi dunat e rërës, që janë përveç se janë shumë bukura, shumë të rëndësishme për zonën, pra ruajnë nga rritja e nivelit detit, nga përmbytjet, nga erat, nga rëra që mund të shkojnë në qytet, pra janë shumë të rëndësishme dhe nuk trajtohen fare. Tani po shkatrohen sepse ka dalë një trend që le të ecim, bëjmë rrjedhje me makina në breg dhe shumë nga ato duna po zhduken. Po në zonat malore? Në zonat malore gjithashtu Çfarë ka po një ndodh? trend. Janë tecet, janë çfarë është ajo? Prerja e pyjeve, që pavarësisht se ne kemi qenë në një moratorium pyjesh, ka vazhduar, është shumë e thjeshtë, futesh në Google Maps. Në çfarë zonash? Pjesën veriore, kemi malin e Monellës, kemi ka shumë, domethënë po të marrim zonat që kanë qenë më të pasura me pyje, aty do shohësh qofse ecën me në kohë në Google Maps, në Google Earth, shikon që janë krijuar pulla të mëdha, është krijuar në fillim një shteg rruge dhe pastaj mbas atij shtegut rruge shef që krijohen pulla të mëdha. Pra në gjithë pjesën e Marsisë. Prerje e pyjeve. Është problem në zonat malore tjetër? Është urbanizimi që po zjerohet për hir, le të themi, të turizmit dhe aty po bëhen gjëra pa plan. Shikon që nuk ruhet një strukturë, ndërtohet ku gjehet mundësia, pastaj janë pjesa e heceve të vogla që janë bërë dhe ndërpresin rrjedhën e ujit, rrjedhimisht dëmtojnë pyjet për rreth, dëmtojnë biodiversitetin, dëmtojnë jetën e njerëzve të cilëve u ndërpritet ujë i pastër. Pra ka një ndikim në gjitha anët. Faleminderit që po e bën shumë prekshme bisedën, sepse ne si shoqëri duhet të kemi si thua, rezultate konkrete që të kuptojmë rëndësinë e mbrojtjes së natyrës. Por shumë po na the na ikën ujë ose mund të kemi përmbytje, atëherë e kuptojmë realisht se çfarë i kemi bërë natyrës dhe e kemi pak të vështirë ta kuptojmë se çfarë po i bëjmë tani pa parë ato rezultatet katastrofike, po themi. Tjetër çfarë mund na ndodhi përveç ujit? Mbas edhe përmbytjeve nga rrëshqitjet. Po, patjetër. Po doja të ndaloja një sekond tek ajo që thatë. Është shumë e rëndësishme në vërtet që ne të dimë pasojat që ndodhin nëse ne shkatrojmë natyrën. Po vendet që po ruajnë më mirë natyrën, tashmë janë vendet të cilat janë edukuar që natyrën është mirë ta ruajmë vetëm për atë që na jep për brenda. Pra ka një bukuri
të krijon qetësi, të ndihmon psikologjikisht dhe njerëzit të ruajnë edhe për çështje krenarie ditët e sotme në vende të tjera. Dhe derisa të arrijmë Edhe kur atë, mendojnë që jemi vendi i shqiponjave, i flamurit me shqiponjën aty, duhet ta kemi më theksuar atë krenarin, po fatkeqësisht ne duam që të varemi vetëm tek pasojat. Dhe kur vjen puna tek pasojat, pastaj njerëzit e përkthejnë në këtë mënyrë, thonë, po mirë, se derisa atje mund s'do ndodhi gjë, ose okay, do e rregulloj. Pavarësisht se ne pasojat i shohim sot, pra ka raste ku ka rrëshqitje derave, rrëshqitjet e derave mund të jenë fatale, pra mund të marrin shtëpi përpara, mund të dëmtojnë kullota e tjerë. Pra ose kemi parë edhe raste tragjike ku njerëz kanë humbur jetën. Pra prerja e pyjeve çon në rrëshqitje e derave, këto hecet e mëdhaja apo të vogla, po hecet e mëdhaja më shumë që shkaktojnë përmbytjen edhe të kullotave dhe të zonave banuara. Pra pa arritur tek pjesa që si e shkakton ose si e shkatron biodiversitetin, ka çdo dëmtim që ne bëjmë në natyrë, që është i përmasave të mëdhaja në zonat e rëndësishme natyrore, na kthehet bumerang duke shkatruar jetën e njerëzve në vetvete. Dhe kemi një retorikë që themi po ikin njerëzit, kështu që duhet ta zhvillojmë. Dhe po të shohësh në këto zona ku janë zonat natyrore, ku janë burimet natyrore, njerëzit po ikin sepse po u merren burimet. Pra nuk ka dalë njëri në protestë thotë dua që të më merrni lumin ta fusni në hec. Njerëzit dalin dhe thonë mos na e merrni lumin. Dhe kur e kundërta ndodh, pra kur lumi ndërpritet, merret, njerëzit ikin nga aty. Pra jeta e tyre bëhet më e vështirë. Kur pyjet nuk kanë qenë më në ato zona, njerëzit kanë ikur pasi jeta bëhet më e vështirë. Kur nuk kanë lëndë ndrysore, lëndën e parë, zonat në fshatrat e thellë nuk mund të jetojnë kollaj dhe duhet ndryshuar retorika. Pra duhet kuptuar që nuk është patjetër zhvillimi i paqëndrueshëm që i bën njerëzit të rinë. Fakt është zhvillimi i qëndrueshëm, duke e përdorur natyrën për të jetuar mirë në mënyrë qëndrueshme, por duke e lënë natyrën aty siç është. Gjëja që ne po bëjmë sot dhe krenohemi është që po e tjetërsojmë natyrën. Ne shohim një breg të bukur dhe themi sa burr të investojmë këtu, të bëjmë hotele, të bëjmë resorte dhe ajo shndrohet një herë përgjithmonë, nga një vend unik kthehet në një vend që është i zakonshëm kudo në Europë apo në vende të tjera. Në fakt, Joni, ne në Gogo.al kemi shkruar mbi mënyrën se si këtyre zonave të mbrojtura ju janë marrë ato piklat që përmendte Kumbar, nga pak, në formën atij djathit kaçkavall me ato vrimat që ti ke një zonë si për shembull Narta që është diku te 19.000 hektar në mos gaboj, edhe merret një pjesës aty për aeroportin. Po në fakt, si e analizon ti atë që po ndodh me lagunën e Nartës? Çfarë dëmesh po i shkaktohen kësaj lagune dhe gjithë biodiversitetit, që nuk është i lidhur vetëm me Shqipërinë, por është i lidhur më gjerë me Europën qendrore apo me Afrikën veriore e tjerë? Ajo që po ndodh në lagunën e Nartës është nga katastrofat më të mëdha midisore që kanë ndodhur në Shqipëri në 30 vitet e fundit. Pra e gjithë mënyra si u ndërtua narrativa për të ndërtuar një aeroport brenda zonës mbrojtur, ka qenë, le të themi, gënjeshtre pas gënjeshtre, të cilat fshehin mbrapa një katastrofë që do na vi dhe që ne do duhet i përgjigjemi. Katastrofë pse? Sepse ne tani po humbim një nga lagunat ose lagunën më të shëndetshme bregdetare që ne kemi. Dhe duke pas parasysh përfitimet që ne marrim nga lagunat, gjithë ruajtjen që na bën nga përmbytjet, ushqimin që ato arrin të nxjerrin, ushqimin e shëndetshëm, pra ke parasysh peshkun, produktet bujësore. Që as na vete asnjëherë mendja kjo, me thënë të drejtën. Patjetër, madje ka studime që edhe ai mish që kullot në ato zonat tokat bujësore, të cilat nuk janë bujësore, po janë tokat kripura, pra nuk u kthyen dot në toka bujësore, po janë toka që përmbyten gjatë dimrit dhe gjatë verës janë të hapura dhe ajo bakti është më e shëndetshme, më e mirë. Dhe duke pas parasysh gjitha shërbimet që ky ekosistem na jep,
Dhe duke marrë parasysh që me aeroportin ne faktikisht do ta shkatrojmë të gjithën. Zona e mbrojtur është ke 19.000 hektar, siç thatë, madje tash është pak më ulët për modifikime që janë bërë, po e gjithë delta e Vjosës, sepse laguna e Nartës është delta e lumit Vjos. Pra, është pjesa ku derdhet lumi Vjos, sjellin inertet, të cilat me përplasjen që kanë me detin, dallgët e nxjerrin në breg dhe krijojnë lagunën. Të krijojnë deltën të tërën. Delta është ke 23.000 hektar. Me aeroportin ne do ta humbim të gjithën këtë. Pse? Sepse aeroporti nuk vjen i vetëm. Aeroporti vjen me fluturime që kanë ndotjen e para, pra nëse do krahasojmë si mund të ketë qenë Rinasi më përpara, produktet që kanë qenë aty dhe çfarë ka ndodhur. Unë kam bërë biseda me banorët lokal që thonë se produktet aty nuk janë më të shëndetshme o duhet të shpenzojnë shumë për pesticide për tjerë, sepse natyra nuk e bën funksionin e vet, ka më shumë ndotje dhe të gjitha. Duke marrë parasysh që duhen shërbime të tjera si energjia, uji që duhet cilën pra rrugët. Pa arritur aty, pra vendi do ndriçohet komplet. Do ketë rrugë që zjerohen, rrugët vinë me makina, me autobusa. Prezencë të shtuar të gjithë mjeteve automobilistike, të njerëzve më shumë, kjo do kërkoj më shumë shërbime për rreth dhe ne do ta kafshojmë atë zonë. Pra parashikon një zgjerim më të madh se sa ky aktuali. Dhe është publikuar, nuk është, pra që në fillim kur dolën planet, aty shikoj që kishte një urbanizim të gjithë zonës. Dhe nga ana tjetër prezantoi sikur ishte vetëm aeroporti. Tani planet do zgjerohet se do ndërtohen edhe hotele. Pikërisht, dhe hotelet. Do zgjerohet. Hotelet janë hotele, janë 10.000 dhoma thuhet për një nga projekte që është projekti i Xharet Kushner, po ndërkohë janë dhe shumë të tjerë. 10.000 dhoma, çfarë do të thënë? Do të thënë 30.000 njerëz. Në censusin e fundit Divjaka vetë doli me 24.000 banor. Pra, do të ndërtohet një qytet i ri brenda një zone të egër, cila është, le të themi, delta e fundit që është natyrale në Europë, që do shkatrohet për një aeroport që mund bëjë kudo. Pra, kishte 4 lokacione të tjera që u morën parasysh si fillim, po ndërkohë mund të merreshin dhe më shumë. Po marrim 4 që u morën parasysh. Dhe për këtë tek, për aeroportin aty, i cili do sjellë dhe tërheqë edhe investimet e tjera që thamë, ne do humbim deltën e Vjosës, lagunën e Nartës, një habitat që është krijuar me mijëra vjet, siç thash lumi ka sjell inertet me mijëra vjet, ka bashkuar ishujt që kanë qenë që tashmë janë kodrat e Zvërnecit, ato mijëra vjet përpara kanë qenë ishuj, një mrekulli e natyrës që do shkatrohet për punë 3 vitesh. Pra, prandaj është një nga katastrofat më të mëdha që njerëzit s'po e kuptojnë. Speciet aty si po reagojnë speciet? Ka pasur. Pra të merremi pak me atë që po ju bëjmë specieve dhe pastaj me atë që speciet mund na bëjnë neve. Po, atëherë që tani që është pjesa e ndërtimit, patjetër ka pasur shumë ndikim. Si fillim, prezenca është shtuar në një kantier ndërtimi. Duke përjashtuar si fillim pjesën që aty është e rrethuar. Pra ai nuk është një vend, po flasim për gjitaret, për amfibët, pa arritur tek shpendët, një vend të cilin mund ta përdorime sepse është i rrethuar dhe nuk kalojnë dot më, pra ka një ndërprerje, një fragmentarizim të habitatit. Duke shtuar prezencën e makinerive, të dritave, të njerëzve, kemi parasysh që këto lloje do rrinë në një largësi të caktuar. Pra do largohen, do tentojnë të rrinë larg kantierit. Duke u larguar do shkojnë pranë zonave të banuara, të cilave po ashtu duan të rrinë larg. Kështu që habitati për ato zona e veprimit për ato bëhet shumë më ulët, logjikisht. Dhe më pas ndodhin probleme ndryshme, pra njerëzit që duan të përdorin plazhin, vjen sezoni i plazhit dhe gjithmonë më shumë ngushtohet ky habitat për llojet e biodiversitetit. Nga ana tjetër për shpendët, patjetër është hequr një zonë folizimi, pavarësisht se ende aty ka pasur, sepse hapësira shumë e madhe, është 300 hektare e rrethuar, ka pasur folizim, po pjesët kryesore, le të themi vegjetacioni është prishur komplet, është bërë një pistë, ka ikur shumë nga ai habitat që ishte dhe nuk është më një zonë ushqimi siç ka qenë, pavarësisht se vazhdon sepse aeroporti s'ka mbaruar, pavarësisht se
prezantohet si mbaruar ka ende punë, por dëm po bëhet ditë për ditë dhe ne shohim që llojet po tentojnë të rrinë sa më larg, po tentimi për të ndetur sa më larg normalisht shton konkurrencën, nuk mund të rrinë le të themi në këtë dhomë, nëse rrinë 3 veta, nuk mund vinë më pas 100 veta, nuk rrim Është e dot. pamundur, Kështu po. që do ketë një luftë që çon pastaj në uljen e popullatave si përfundim. Kështu që tani ka dëm dhe ajo që parashikohet ndodhet është të ndodhi është akoma më e rëndë sepse narta në vetvete është një zonë kryesore për shtektimin e shpendëve që fluturojnë, siç ju e thatë, nga Afrika në Evropë, Që kalojnë. parashikohen me ato që kemi lexuar nga ajo që ju nxirrni ja 200 lloje zosh në Po, ajo 200 lloje janë të regjistruara si të lloje që regjistruar, janë. po. Ndërkohë që si individ që fluturojnë aty janë 10 mijëra, 100 mijëra gjatë sezonit të shtektimit. Cilat janë sezonet e shtektimit? Atëherë le të themi shtektimi që është aktiv që ndodh nga fundi i shkurtit deri në mesin e majit. Shtektim le të themi ka gjithkohës, është zonë që ka shtektim gjithkohës, por këto janë muajt më kryesor dhe pastaj është fundi i gushtit deri nga mesi i nëntorit, që ka shtektim të llojeve të ndryshme. Pra në një kohë shtektojnë llojet grabitçare, në një kohë llojet e ujit, e kështu me radhë. Dhe duke pas parasysh që aty kalojnë pra ditë dhe natë ka shtektim, ai do jetë një ndërprerje e rrugës shtektimit. Nga ana tjetër, në veri të aeroportit ndodhet laguna e Divjak Kravastas, ka dhe laguna të tjera më të vogla. Dhe këto komunikojnë gjithkohës, pra është një habitat, një kompleks i madh ligatinor, që komunikon gjithkohës, speciet shkojnë sa njëra anë në tjetrën. Pelikani kaçurrejt për shkak që është lloj rrezikuar në mënyrë kritike për zhdukjen në Shqipëri, ne e shohim shumë në lagunën e Nartës, por e dim që nuk folezon aty. Pra, çdo individ vjen nga Divjaka. Dhe kjo ndërprerje do jetë patjetër fatale për këto lloje. Zhurmat e avionëve, ne patëm një fluturim testimi që ndodhi aty. Ne pam që llojet reaguan, pra kishte një stres shtuar, reaguan në mënyrë të pakontrolluar, lëvizën, e lanë vendin ku po rrinin, dhe kjo si fillim mund të shkaktoj shumë dëme gjatë kohës folezimit. Pra, koha folezimit është pjesa më e rëndësishme. Testin e bët në uljen e avionit të parë, kur e bët? Po, në uljen e avionit parë që u bë testi i fluturimit nga aeroporti, ne ishim aty për të parë se si shpendët do reagonin. Dhe normalisht është një gjë e huaj që vjen aty. Pra, është njësoj si njerëzit, nëse ne shohim diçka që nuk e kemi parë më përpara, kur të na vi tek dera e shtëpisë, atëherë ne kemi instinktin mbrojtës dhe të frikës. Dhe kjo patjetër që do shkaktoj. Pra po fluturonin në mënyrë të pakontrolluar? Po, patjetër ishte një gjë që nuk dinin si të reagojnë, pra nuk kishte një grabitçar. Keni fjalën edhe për videon që keni publikuar apo jo? Po. Pra nuk kishte një grabitçar që ata e din se çfarë do ndodhi. Ishte diçka komplete pa njohur dhe nuk din se cilën. Dhe në këtë mënyrë ne besojmë dhe do vazhdojmë bëjmë studimet tona që kjo do ndikoj shumë keq në riprodhimin e shpendëve. Që do me thënë, sezoni më i rëndësishëm, procesi më i rëndësishëm që është riprodhimi, folezimi i shpendëve, do shkatrohet nga ulja ngritja e avionëve. Ne pam çfarë ndodhi me një avion, por imagjinoni sikur të kemi qindra avion çdo ditë. Pra zhurma, patjetër, të gjitha llojet që aty janë të një rëndësie, siç ju e thatë, jo vetëm të Shqipërisë, po të gjithë Europës. Europa ka qenë kundër apo jo? Ka qenë kundër, është kundër, pra në raporte e ka shprehur, e shohim që shprehur ose Konventa e Bernës ka bërë thirrje publike për dalimin e aeroportit, ka çuar kërkesë zyrtare nëpërmjet komitetit përhershëm, por nga ana tjetër ne shohim që delegacioni këtu i Bashkimit Evropian në Shqipëri nuk ka reaguar. Pra është një çështje që në instancat e larta evropiane, në Parlamentin Evropian është kërkuar që të ndalohet aeroporti. Konventat e kanë kërkuar në raportit vjetor të Komisionit Evropian çdo vit, dhe ne shohim që delegacioni këtu nuk ka reaguar. Pra
le të themi ka një Një ndrojtje, dyzim, më shumë një ndrojtje, pra Aha. duke qenë se autoritetet janë shumë motivuara dhe e mbështesin shumë fort aeroportin dhe targetojnë çdo që del kundra aeroportit si një palë interesi që nuk e do zhvillimin e Shqipërisë, apo ne jemi akuzuar dhe si të paguar nga Greqia dhe Serbia që të ndalojmë zhvillimin. Si duket, edhe delegacioni këtu afektohet dhe nuk ka dalë, le të themi, me një deklaratë ndonjëherë që të përshtatet me ato që instancat më të larta evropiane thonë. Kështu që po patjetër në fund ditës ajo është komplet në kundërshtim me të gjitha direktivat, me çdo rregull të legjislacionit evropian për ruajtjen e natyrës dhe me ç'kemi parë dhe ç'kemi lexuar dhe ç'kemi dëgjuar edhe nga një përgjigje zyrtare e komisioneres për zjerimin është që aeroporti do jetë ose implementimi i konventës së Bernës do jetë pjesë e negociatave, sepse Shqipëria e ka shpërfillur. Por ndërkohë koha vazhdon. Pra, pavarësisht se Bashkimi Evropian mund të jetë kundër dhe pjesa e burokracisë do marrë kohën e vet, ne qytetarët e këtij vendi jemi ata që duhet jemi më shumë të interesuar për ndalimin e punimeve, për bërjen e një studimi serioz mjedisor, jo ai që ka qenë në mënyrë që të mbrojmë burimet tona, të mbrojmë nartën. Përndryshe, Gjithmonë studimet që kanë qenë, gjithmonë qeveria gjen ca ekspert aty që firmosin dhe vulosin edhe normalisht merr vendimet e veta, po ne si media dhe ne si shoqëri kemi në dorë të dimë se çfarë bëhet me gjithë të pasuri që kemi. Për shembull, për të qëndruar te zogj, duke qenë që ka qenë edhe temë diskutimi dhe debati edhe për efektet që mund të ketë në fluturime, sepse ndonjëherë thash kur ne lidhim me jetën tonë në mënyrë direkte, problematika bëhet më e prekshme. Po ju keni botuar për shumë një libër shumë interesant, lidhur me flas ju si ekspert, ky libër mban autorsinë e Mirjan Topit dhe Stojan Nikolov dhe është një udhëzues shumë interesant i shpendëve të Shqipërisë. Pak a shumë të dhënat janë që janë 200 lloje zogj në lagunën e Nartës. Çfarë do t'i bëj ky aeroport, për shembull pulbardhës së Mesdheut, pelikanit kaçurel, e shumë llojeve të tjera dhe duhet na flasësh pak për këto lloje, të dim se çfarë pasurie kemi, se ne nuk e dim në fakt se çfarë pasurie kemi aty. Në atë që na duken me sy të lirë ne që nuk kemi ekspert sa ujëra, po në fakt nuk janë sa ujëra apo jo. Po, patjetër. Zona aty kur vjen puna tek shpendët është një të quaja klasë në natyrë. Pra, nëse shkon atje me mjetet e dhura, me dikë që të shoqëron që e ka ekspertizën dhe njohurinë për zonën, futesh në një botë të egër, të mrekullueshme. Pra, 200 lloje shpendësh që nuk janë në të njëjtën kohë, janë në kohë të ndryshme, patjetër, kanë procese të ndryshme. Nëse ne shkojmë gjatë periudhës së dimrit, janë shpendët folezues që vijnë nga shpendët dimërues, që vijnë nga që folezojnë në Europën veriore dhe gjatë dimrit vijnë në vendin tonë. Janë llojet e rosave, shumë ngjyrshe, një mrekulli. Po pjesa e preferuar për mua është pjesa e folezimit. Po marrim pelikan ose sjebizën. Është një lloj shumë interesant, shumë i bukur. Ka mbi 300 çifte në lagunën e Nartës, pra përbën 1% popullatës evropiane. Ato që kur është ndërtimi i foleve, që mundohen ta ndërtojnë mos të duket fare foleja, dhe mënyra se si ato e mbrojnë atë habitat, pra ose folen, është e mrekullueshme. Pra njerëzit aty ka shumë turistë që vinë për këtë pjesë dhe të shohin shpendët. Dhe shikon që ne nuk jemi shumë ndryshe nga ata. Pra dinamika çdo ditë është shumë e madhe. Aty ka një pjesë të shpendëve që vinë për të fjetur vetëm, ka një pjesë që folezojnë dhe ka dhe grabitçar të tjerë që mund të jenë duke shtektuar. Momentin që shpendët që po folezojnë janë aty në inkubim duke ngrohur vezët dhe kalon një lloj tjetër, një pulbardh, po themi, një pulbardh e cila po shtekton ose do kthehet në fjetore,
ti sheh që gjitha këto familje derisa pulbardha të ikin nga rruga, këto do e Janë ndjekin, alert, ë? janë në alert dhe do ta ndjekin. Pra kolonitë që janë aty do bëhen bashk, folete e ndryshme që janë të veçuar, çiftet e ndryshme të llojeve, do bëhen bashk për të ndjekur një lloj gabiçare ose shqipen e kënetës për ta larguar. Po ajo është një pamje që ne e shohim shumë nëpër këto emisionet dokumentare, po Geographic dhe ose momentin kur je duke e parë aty është çdo njeri që ka arritur, që ka qenë me ne dhe ka parë këtë pamje, ka qenë i mrekulluar se është shumë e prekshme, shumë e afërt, po e gjitha kjo vlen nëse edhe peizazhi përreth është natyror, është i egër. Dhe siç tham, momentin që është gjithë kjo ëndër e bukur, momentin që ke një avion që fluturon aty përtej që larg qoftë mund të përplaset me këto shpend, po edhe vetëm avioni dhe aeroporti aty duke prishur peizazhin e egër, është një prishje e kësaj ëndre të bukur. Pastaj janë llojet e mëdha, janë flamingot ose pelikani kaçurel. Pra pelikani kaçurel është një lloj që pse ka qenë i rrezikuar në Shqipëri pelikani kaçurel? për shumë arsye. Një, patjetër shqetësimin e folep. Në Shqipëri pelikani folezon vetëm në një ishull, që është Ndivja Karvastar. Pra është një ishull i cili ka prej shumë kohësh që është aty. Nëse ne shkojmë në libra të vjetër, është për herë të parë dokumentuar në vitin 1906 nga një gjuetar dhe naturalist anglez, dhe ai e ka bërë një foto dhe pelikani ka qenë po aty. Dhe përshkruan shumë bukur se si autoritetet e Perandorisë Osmane në atë kohë e bllokuan aksesin për atë zonë, më shumë se u habitën me interesin e disa naturalistëve anglezë që kishin shkuar atje, dhe thënë çfarë po ndodh atje dhe e bllokuan. Ndërkohë ne sot shohim që aksesi në për të marrë nga kjo zonë, pra siç është hap pjesa e resorteve apo vizitat e pakontrolluara, po e vën në rrezik. Dhe sa është numri? Është këtë vit duhet të jetë ke 60 çifte, mbi 60 çifte, ende nuk e kam një numër të këtij viti, më përpara ishte vitin që kaloi ka qenë ke 70. Pra varion, është diku stabil, po ajo që doja thoja ishte që me hapjen që pas viteve 90, në periudhën e tranzicionit, ne kishim patjetër një shqetësim të shtuar në atë zonë, ka pasur konflikte dhe nga peshkatar, le të themi që nga mungesa e njohurive, duke menduar që i ha peshkun, ka dëmtuar pelikanin, mos mirëmbajtja e lagunës ditët e sotme, pra rënja e stokut të peshkut, ka disa arsye që çojnë në uljen e numrit apo në mos rritjen e tij, dhe patjetër një nga kryesorët mbetet shqetësimi njerëzor. Parku i Divja Karvastas, administrata duhet të thënë që bën një punë shumë mirë në rastin konkret për largimin e shqetësimit, për ruajtjen e qetësisë dhe për menaxhimin e popullatës atje, apo për përmirësimin e ishujt, kushteve të ishujt folezimit, por patjetër duhet një vëmendje shtuar nga autoritetet kryesore në vend. Dhe po nëse ne kemi parasysh që Laguna e Nartës do ja heqim si një zonë ku ky lloj përmbush proceset e veta ekologjike, atëherë ne do ta ulim akoma më tej popullatën, duke shtuar që mund të ketë përplasje fatale, siç e thash, është një shpend që shkon tek 15 kg. Është shpendi më i madh në Europë. Nëse ka një përplasje me një avion, atëherë ajo është fatale, është me të vërtetë shkakton tragjedi. E solle naturalisht bisedën te përplasjet. Çfarë mund të ndodh? Kur mund të jenë, të shpresojmë që mos ndodhin kurrë, por duke ditur dhe duke njohur speciet, kur parashikojnë se mund të jenë momentet më të rrezikshme? Po themi gjatë shtektimit, gjatë natës, gjatë ditës, kur? Të shpresojmë gjithmonë që mos ndodhin kurrë dhe të urojmë. Patjetër. Kjo është kryesore. Pra, duhet të ketë një siguri për fluturimet. Dhe prandaj s'duhet bërë aty aeroporti. Prandaj aeroporti nuk duhet operoj. Kur vjen puna tek rreziku i përplasjeve,
do jetë çdo ditë, literalisht çdo ditë, sepse pavarësisht se, në gjatë kohës së shtektimit do jetë rrezik i shtuar, siç tham, laguna e Nartës komunikon me lagunat e tjera të vendit dhe flamingot që janë me mira kalojnë mbi atë zonë. Do vazhdojnë proceset e veta ditore, ajo është instinkt i llojeve të natyrës dhe ato do vazhdojnë. Kështu që aty do ketë një rrezik të shtuar gjatë gjithë kohës nga fluturime dhe shtektimi ndodh patjetër edhe natën, shumë nga llojet shtektojnë natën. Kështu që pranvera do Në jetë çfarë problem. distance pak a shumë kam përshtypjen që mund të fluturojnë më ulët se avionët, si fluturojnë zogjt, në çfarë distance? Ato mund të shkojnë dhe me kilometra sipër, pra dhe 3 kilometra lart, 5 kilometra lart. Po ndërkohë në gjithë lartësitë. Pra është E di pse pyes, sepse nga ajo që kam parë në YouTube, në disa tutoriale ose analiza të rasteve të përplasjeve, sepse njihen në si raste në aviacion, ka pasur raste kur janë gjetur dhe shumë lart zogjt. Tani nuk i mbaj mend fiks se çfarë tipologjie, ka pasur raste në lumin Hudson në Amerikë, në mos gaboj, ku piloti arriti që të manovronte për të ulur dhe nuk pati asnjë humbje jete, që kjo ishte një mrekulli. nuk ndodh për herë. Nuk ndodh për herë, ishte një mrekulli, por janë të paktën ato video dhe analiza që kemi parë, janë raste shumë të frikshme. Zogj që hynë në motor, zogj që mund të përplasen me xhamat, zogj që mund të përplasen me kokën e avionit. Pra një sër momentesh që janë praktikisht shumë të rrezikshme. Ishte dhe rasti i Koreas të Jugut. Pra aty fatkeqësisht nuk pati atë menaxhim nga piloti si në rastin e lumit Hudson, edhe patin 180 të vdekur, 179 të vdekur. Pra edhe aty u vërtetua që kishte një përplasje me shpendët dhe ishte fatale. Ose ne kishim dhe një rast që u publikua pak ditë përpara që u përplas, që u bllokua aeroporti i Rinasi se pati një përplasje me shpend. Në fakt, pastaj u publikua që kishte qenë afër kufirit me malin e Zi, pra dhe mos gaboj nga informacionet që unë kam, ishte ke një lartësi 3 kilometra. Pra ishte duke fluturuar mbi zonën e Koplikut, Kam përshtypjen ulja dhe ngritja mund të jenë pjesët më të rrezikuara? Ato janë pjesët më të rrezikuara, patjetër, se më pas avioni shkon në lartësi shumë mëdha dhe atje nuk është një, le të themi, popullata që madhe e shpendëve, por në pjesën e uljes dhe ngritjes është fatale. Si fluturojnë shpendët në lagunën e Nartës? Po themi, sa mund të jetë tufa? Aty ka raste ku ne kemi parë tuf me 2000 individ. Me 2000? 2000 individ, 2000 flamingo, ose edhe më shumë. Pra, ka lloje, ose pulbarda mund të jenë me 300-400 pak ditë para fluturimit të provë. Aty ishte një tuf me mbi 500 pulbarda që ishin në afërsi, ose në raste të tjera mbi hapësirën e aeroportit kanë qenë, le të themi, mbi 1000 cërlojnë, është një lloj që fluturon, ato që bëjnë atë rene bukur të zezë që bëjnë format në ajër, ato patjetër janë dhe në lagunën e Nartës dhe në hapësirën përreth, dhe ato fluturojnë, nuk e kontrollojnë se në cilën zonë shkojnë, pra varet nga aktiviteti që po bëjnë në moment, kështu që ka raste që tufat mund të shkojnë me mira. Patjetër. Pra po thuaj që keni parë 500 para se të ndodhte udhëtimi test ose udhëtimi provë. Po, ishte një tufë e madhe që ishte aty në afërsi, po ndërkohë dhe gjatë gjithë kohës ne shohim, ose gjatë shtektimit, kur po monitoronim shtektimin, shikonim shpend të mëdhej, siç janë Kojliku, i Zi, që shkonin me tufa 50 individ dhe gjatë perëndimit do shkonin aty brenda të ushqyeshin ose të pushonin. Dhe pastaj ditën tjetër vazhdojnë udhëtimin. Pra aty rreziku do jetë konstant. Nuk është një gjë që mund të themi një ditë është më pak apo më shumë. Përveç pjesëve që është koha e shtektimit, që normalisht shpendët do jenë gjatë gjithë ditës duke kaluar si hapësirën detare mbi në pranë aeroportit, si në pjesën e kodrave, po edhe
pikërisht mbi aeroport. Ditët e tjera patjetër ka lëvizje brenda hapësirës së zonës mbrojtur. Prandaj ne kemi thënë gjithkohës që ndërtimi i aeroportit po bëhet brenda zonës mbrojtur. Të gjitha këto justifikimet e tjera, gënjeshtrat që janë thënë që është shumë larg lagunës apo larg zonës mbrojtur ndërkohë që është brendësi, nuk pavarësisht se autoritetet mendojnë që e kanë ndihmuar çështjen ndërtimin e aeroportit, në fakt ato, siç thash, do vini ditë që borxhi do jetë shumë i madh ndaj atij burimi dhe shpresojmë që mos të përkthehet në këto tragjedi që ne po flasim, por gjithsesi humbja e nartës është mjaftueshëm tragjike. Pra ne po e humbasim atë në qoftë se do ketë rrezik për avionat apo jo, ne po humbasim një nga habitatet më të rëndësishme që Shqipëria ka dhe më të bukura patjetër. Patjetër më të bukura sepse siç thash, kushdo që ka qenë ke kodrat e Zvërnecit, të huaj kanë thënë ky mund të jetë vendi më i bukur në Europë që ne kemi parë. Por nuk do vinë më të huajt, sepse do të prishet ajo natyrë, do të prishet ai biodiversitet dhe ekosistem, për shembull me breshkat, çfarë do ndodh? Po, Narta është një nga vendet e vetme në Shqipëri që folezojnë dhe le të themi që aty ka numrin më të madh ku ato krijojnë folet. Do jetë shkatrimtare, pra i gjithë zhvillimi që do ndodhi aty. Marrim si fillim pjesën e aeroportit që do ketë drita, do ketë një mislit, një drejtim të gabuar që sepse ato ndjekin dritën në hënës, kanë kohën e vet që dalin dhe duan të jenë në zonë të errët. Ka një statistikë se sa mund të jetë numri i tyre? Atëherë këtë vit ne kemi parë tek 8 fole që u krijuan, por le të themi nuk i gjejmë dot të gjitha. Sepse monitorimi i tyre, kthehemi tek ajo pjesa e parë, kërkon shumë përpjekje. Pra duhet dalësh çdo ditë gjatë qershorit në orën 4 të mëngjesit, ecësh për 15 kilometra dhe më shumë atje dhe me resurset njerëzore dhe financiare që janë aktualisht, nuk është e pamundur që të bësh, pra një person nuk mund të dalë dot çdo ditë 4 të mëngjesit dhe të ecë atje. Është shumë e vështirë. Kërkon ekipe. Pikërisht, kërkon fonde. Patjetër, kërkon ekipe dhe duhet një mobilizim më i gjerë se një organizat apo një administrat lokale. Kështu që ne kemi arritur gjejmë atë numër folesh, por nuk e dim a janë gjitha dhe patjetër janë më shumë, pra gjithmonë merret që janë më shumë se çfarë arrin të gjesh. Dhe madje disa herë dhe kur e kupton që ka dalë breshka, sepse ajo bën kamuflimin e vet, dhe kur e kupton që ka dalë nuk e gjen folen sepse e fshehin shumë mirë. Pra përveç se është e vështirë që të jesh për ditë, duhet të jesh aty për ditë që të kesh një shans për ta gjetur folen. Kështu që po ato fole përkthehen në qindra të vegjël. Pra 8 fole, po marrim një mesatare me 60 vezë, ose këto të gjitha dalin, është tek mbi 400 të vegjël breshkës që dalin në det. Dhe kjo normalisht ndihmon në rritjen e popullatave. Por do jetë shkatrimtare. Ato janë një nga llojet që tërhiqin më shumë njerëz, një nga llojet më të bukura që ne kemi, dhe pikërisht në vendin ku ato folezojnë, sot planifikohet bëhen resorte, pra heqin pjesën e dritave të aeroportit dhe gjithë efekteve tjera që aeroporti do ketë. Aty pretendohet që ai habitat të zhduket, pra të zvendçohet me beton. Dhe kjo patjetër është sa qesharake si mendim, është edhe inferiore. Pra duhet është një mendim i korruptuar, thua që ne po e zhdukim këtë gjë unike në emër të zhvillimit të turizmit masiv, dhe jo të ruash diçka që është aq e veçantë për të tërhequr, qoftë se do ta fokusosh tek turizmi, mund të tërheqësh më shumë njerëz të cilët janë të gatshëm të paguajnë më shumë vetëm për të pasur një eksperiencë unike. Pra ti mund ta kesh më të qëndrueshëm, mund të marrësh më pak njerëz në mënyrë të kontrolluar dhe të marrësh një shumë parash nga ato turistë të cilët mund ta shpërndash tek banorët lokal. Pra ti mund krijosh vende pune duke i bërë ata banorë ekspertë, guida të cilët mund të drejtojnë këto grupe
mund të hapësh bujtinat, pra shtëpitë e tyre të jenë të hapura për turistët, dhe në këtë mënyrë ti nuk e shkatron, ai burim gjeneron gjithkohës, pra se nëse ne ndërtojmë dhe shesim shtëpiat, pastaj nuk prodhon më ajo. Ndërkohë që natyra prodhon gjithkohës, dhe nëse ne këta njerëz i bëjmë menaxher të atij burimi natyror, ato do kenë më shumë motiv për ta ruajtur, do kenë motiv për të ndëtur. Parat do të ngelen edhe aty. Po, Pra patjetër. nuk do të shkojnë tek ndërtues, biznesmen ndërkombëtar apo po të ngelen brenda lokalitetit, po kështu po ndodh. Po ta shikosh palasa, çfarë ka ndodhur me palasën, po duket sikur do të ndiqet ky modeli mbase i Turqisë Po. me resortet masive. Po, ka një Po ndërkohë ne pretendim. nuk kemi Turqi ase. Pra Patjetër. hapësira jon nuk është dhe aq e pakufizuar. E shohim përveç kësaj që ne kemi një hapësirë të kufizuar, nuk është aq e madhe, madje edhe atje nuk ka sa ka në Antalya një aeroport për sa është vija bregdetare, është 3 herë më e madhe se e gjithë Shqipërisë. Pra, ndërsa ne duam bëjmë 4 aeroporte, por kjo është temë tjetër. Puna është mos t'i bëjmë brenda zonave të mbrojtura. Nuk është se kemi ndonjë gjë kundër aeroporteve. Po, të bëhen në zona pse mendon ti se e kanë dashur aeroportin aty? Apo për Pikërisht për të hapur këtë lojë mendojmë. Pra, si fillim është tokë publike dhe për të hapur precedentin e ndërtimit brenda zonave të mbrojtura. Prandaj efektet e aeroportit janë përtej humbjes së hapësirës ku po ndërtohet aeroporti. Efektet e aeroportit janë keq edukuese. Ne po mësojmë të njerëzit që ne mund t'i vëmë shkelmin dhe gjërave më të rëndësishme kur vjen për zhvillimin. Pra ta normalizojmë këtë shkelje. Pikërisht. Pra krijojmë këtë precedent që nëse është për zhvillimin e turizmit, atëherë ne mund të shkatrojmë çdo gjë, mund të shkatrojmë shtëpia, kulturë, natyrë. Dhe kjo nuk është në fakt mënyra që ne duhet t'i mësojmë njerëzit që të kemi një të ardhme më të mirë. Kur vjen puna për të qenë kompetitor me Turqinë, duhet kujtojmë që ndoshta edhe në Turqi tashmë çmimet kanë rënë shumë, pra betoni gri e humb vlerën, natyrës vetëm i shtohet, çdo hapësirë që mbetet e pa shfrytzuar më vonë ka një vlerë të shtuar. Ne duam patjetër të kemi kompetitor Greqinë apo Kroacinë. Edhe se kjo shkon shumë përkundër edhe reklama dhe promovimit që ka bërë qeveria vet, si ishulli i pazbuluar ose vendi i fundit i pazbuluar, dhe promovimi që ka bërë fiks me turizmin e aventurës. Po. Janë shumë kontradiktor, më duket mua. Domethënë e kanë shitur që Shqipëria është thesar i pazbuluar nëpërmjet promovimeve dhe ndërkohë bëjnë krejt të kundërtën. Atë thesar, që realisht është thesar, Laguna e Nartës, po e shkatrojnë. Po e coptojnë dhe po e hanë. Është paradoksale. Është paradoksale, është pikërisht ajo që ti the tani. Pra ne themi hajdeni se kemi disa zona tegra, kemi peizazh shumë bukur dhe po shkatrojmë atë, pra ku është tamam mendimi korruptuar, është si një mendim që nuk bën sens, një veprim që nuk përshtatet me atë që po bën. Pra është thjesht të ecësh me sy mbyllur pa marrë drejtim nga askush dhe të dali ku dali, ndërkohë që ke bazën për të pasur një zhvillim më të qëndrueshëm, një zhvillim më të mirë. Në këtë mënyrë, siç thash, ne po shkojmë drejt nga ky vend i pazbuluar, i bukur, po shkojmë të jemi një vend që nxjerr një prodhim për 10 vite. Okej, hajde po themi 20 vite me këtë betonin ngri, po më pas çfarë? Si mundet Shqipëria, një territor kaq i vogël, të konkurrojë me hapësira më të mëdha? Pra ti duhet shesësh pikërisht atë për cilën mund bësh i veçantë. Dhe këto vende që kanë zhvilluar kaq shumë Bregdetin, kanë lënë shumë hapësira. Është mashtrim i madh thuash që i kanë prishë të gjitha. Jo, nuk është ashtu. Nëse shkon edhe në Kroaci, nëse shkon edhe në Greqi, si fillim e sheh që në shumë pjesë Bregdeti është zhvilluar në mënyrë shumë qëndrueshme. Dhe në pjesë të tjera është lënë i pa shfrytzuar, pra është lënë që të jetë ashtu. Ndërkohë që kryeministri e përdor sa herë i thuhet nga konventat apo Bashkimi Evropian që prisë duhet ta ruash këtë apo atë, ju i keni prisë gjitha, thotë, na thonin ne tash ti ruajmë. Ajo është përveç faktit që po ato mund të thonë që ti ruash sepse kanë bërë gabimin dhe e dinë dhe përdesa ti do të bashkohesh në familjen evropiane, atëherë ti duhet ndjekësh rregullat që kanë nxjerrë nga mësimet. Tjetra është që
nuk është e vërtet që i kanë prishur të gjitha. Pra dhe për më tepër që po shpenzojnë për të rikthyer. Pra tani ne shohim që ka projekte të tëra, para që shpenzohen për të kthyer zona natyrore, për të restauruar natyrën. Që është një retorik që ne po na çon shumë brapa dhe fatkeqësisht publiku e ndjek. Pra ne përballemi me këtë argumentim që vjen nga kryeministri shpesh herë dhe na thonë ata i kanë prish gjitha. Sigurt e kemë prish gjitha. Ne e dim tani se ça funksionon. Ne prandaj morëm të numrin që mburremi se është pak edhe shumë metode kompleksuar, do thoja, është treguesi kompleksit kur thua ne kemi 10 milion turistë, ne kemi 11 milion. Nuk numri i turistëve rritet. Koha kalon, ndodh një promovim. Puna është që ti mos shkatrosh për ato 10 milion. Edhe puna është edhe ti bësh të rikthehen. Tjetër. Jo të arrim në fazën ku vinë një herë njerëzit edhe e shikojnë se çfarë është, e shikojnë se si e kemi mirëmbajtur mjedisin dhe pastaj largohen, nuk rikthehen. Po se viti 2020 nuk ishte larg, nuk është i largët. Pra që ndodhi në kohën e Covidit, çdo gjë u mbyll. Nëse ti si një vend e fokuson zhvillimin tënd tek turizmi, atëherë si pretendon ta kesh qëndrueshëm, po nëse ndodh diçka tjetër si ajo e vitit 2020, po akoma më e fortë. Po nëse ndodhin shumë ndodhi të tjera që ta anullojnë komplet industrinë e turizmit. Si pretendon mbahesh? Pra, prandaj e përsëris që është mënyrë shumë inferiore të menduarit që të thua që ne gjën kryesore do vëmë vetëm turizmin. Shqipëria ka shumë mënyra për të zhvilluar, ka shumë burime për të shfrytzuar dhe duke u bazuar tek ato, tek mirëmbajtja e tyre si fillim. Pra, jo tek shfrytëzimi i tyre, por mirëmbajtja e tyre, ne mund të kemi të ardhurat të qëndrueshme, një ne themi jetesë më të qëndrueshme, dhe kur themi për jetesë më të qëndrueshme dhe nga ana psikologjike, se ne e shohim në Tiranë apo në vende të tjera ku urbanizimi po zgjerohet fuqishëm, që njerëzit janë më të stresuar. Ne mund të kemi një të ardhme. Pra, me sa po kuptoj unë Joni, është që ne, nëse jetojmë brenda kësaj shoqërie, jemi një familje me fëmijë edhe duam që të shohim të pasurit tona, shpendët, speset në zhduke, duhet të nxitojmë për të shkuar në nart. Shumë e vërtet, po. Sepse nuk i dihet se çfarë do ndodh, a do ekzistojnë më, a do jenë aty, a do zgjerohet numri i tyre apo do jenë drejt zhdukjes. Po, unë këtë i them për herë kolegëve që kur kemi takime me kolegët jashtë apo bashkëpunëtor, njerëz që i takojmë, themi do ta vizitosh tani pa filluar aeroporti, do ta vizitosh nartën, ose dhe njerëzit që shkojnë sepse atje në Zvërnec ka shumë turistë, pafund turistë shkojnë me campers, që qëndrojnë aty dhe kur i thua çfarë ndodh, janë kështu të tmerruar, thonë kjo është gabim, apo njerëz që janë bird watchers, kundrues shpendësh, turistë, thonë është një idiotësi e madhe të bësh një aeroport këtu. Po jo vetëm ata, dhe njerëzit e thjesht, pra kushdo vizitor e sheh, kur është aty afër dhe sheh një tufë me mira flamingo dhe në sfond një aeroport, është logjik shumë e thjesht, nuk besoj se kërkon një maturi shumë madhe, është shumë e thjesht. Pra, edhe kam përshtypjen që edhe autoritetet vet nuk kanë ecur një herë nga ana e lagunës për të parë se si ai konflikt është aq i dukshëm. Kështu që patjetër pra të nxitojmë të shkojmë sa më shpejt për të kapur dhe për të parë pasuritë e jashtëzakonshme natyrore, po në zona të tjera të Shqipërisë ku na sugjeron të shkojmë? Për shembull, nëse duam të çojmë fëmijët për të qenë në kontakt me natyrën, se e kanë humbur krejtësisht, e kanë humbur për faktin se kur jeton në Tiranë nuk ke shumë mundësi. As brenda perimetrit, se natyrisht nëse ti do shkosh mbase në zona të tjera, mund të gjesh diçka, po në veri, në jug, ku të shkojmë te ato habitate që janë natyrore, edhe që mund të vizitohen, kuptohet. Ditët e sotme po bëhet gjithmonë më e vështirë që me habitatin natyror kur është jeta e egërt, kesh edhe një peizazh të mirëmbajtur. Pra, ne shohim që kodrat janë ndërtuara, peizazhi prishet nga ndërtime që s'është nevoja të ishin nga 5 kate mbi kodër, po pjesë tjetër.
do thoja Divja Karavastaja patjetër është një nga vendet më të mrekullueshme. Pjesë nga lumi i Vjosës, pra pranë Përmetit, diku nga Përtesi e Lenicës, në veriu ndërkohë liçeni i Shkodrës, po ashtu ka pjesëza dhe lidhet me atë që thash që ta kesh një natyrë me një peizazh bashkëtruar shumë e vështirë. Pra tek gjithë këto vende që po them, duhet të shkosh në pjesë të pika të caktuara, caktuara, sepse diku ka dalë një ndërtim apo po bëhet një zhvillim tjetër. Alpet janë të mrekullueshme, po janë larg. Edhe të vështira për tu aksesuar nëse nuk je i stërvitur po, varet çfarë aktiviteti do bësh patjetër. Shkodra për shembull ose liçeni i Prespës. Liçeni i Prespës është një mrekulli. Atje kushdo që ka shkuar thotë që nuk duket sikur është në Shqipëri. Liçeni vetë është i mrekullueshëm. Shtëpitë, arkitektura është shumë origjinale. Ti shikon që gjitha janë me çati, pra nuk ke një gjë që të vret syrin. E gjitha përshtatet me peizazhin, pra është e integruar dhe kjo është gjë e më e rëndësishme që njeriu të mësohet me të bukurën dhe me një gjë të rregullt, është që të ndërtojë në mënyrë që të përshtatet me atë që në mënyrë harmonike me natyrën, edhe mënyra si ndërton. Të ruaj peizazhin. Ana tjetër ke malin e thatë është Prespa është shumë e bukur, do thoja. Dhe është fatkeqësi për shembull pjesa e Velipojës që mund të ishte po ashtu, pavarësisht se ka pjesë dhe aty është pylli, ka një pjesë Bregdeti që është rujt, po dhe ajo tani pritet të zhvillohet. Është fatkeqësi që pjesa e veriut, po në pjesën e lagunave ka degraduar, ose ku në Vajini po ashtu. Po nëse do të shohësh jetë të egër është patjetër pjesa e lagunave bregdetare. Veriu ka rrëqebullin e Ballkanit, ka ujkun, ka që janë dhe në zonat malore jugore, pjesa e ujkut, ndërsa në rrëqebull është vetëm në pjesën e veriut. Ajo është shumë e vështirë për të parë. Nuk është aq që thjesht të shikosh një rrëqebull. Por pjesa e lagunave bregdetare. Jemi mjaftuar duke parë këto videot e administratave, të cilat i hedhin që janë video shumë interesante, me thënë të drejtën. Janë, po duhet përkthehet pra ç'a ndodhi vitet e fundit është që ka një incitim shumë të madh nga administrata kryesore për t'i ushtruar ose për t'i udhëzuar administratat lokale që të çojnë video, por nuk ka më një udhëzim që t'i ruajnë ato zona, atë biodiversitet. Pra dhe kuptohet në një farë mënyre është deri diku normale, sepse nëse ti je një person i administratës lokale dhe konfliktohesh me dikë që po pret pyllin, po bën një vrasje të paligjshme të shpenëve apo çdo aktivitet ilegal, dhe në fund vjen dikush dhe thotë unë do ndërtoj një resort apo një aeroport këtu. Atëherë ti thua po, mos jam budallaj që futem dhe konfliktohem me këta njerëzit, nëse në fund brenda zonës mbrojtur, pra unë punsohem që të ruaj pyllin, dhe në fund jepet një leje dhe ikën pylli, pra i shikon që ata janë demotivuar. Pra është një gjë siç po ndodh me inspektorët e sigurisë ushqimore, që janë në një luftë të pambrojtur fare, ata duke nisur edhe me statuset që janë hequr, e njëjta gjë edhe me specialistët e administratave apo jo. Po lidhet me atë. Pra nuk është një sistem që i mbron dhe i fuqizon. Fare. Pra edhe lidhet me atë që tham fillim, pra të rinjt që duan të mbrojnë diçka, nëse shohin që në fund merret një vendim që e shkatron komplet atë, atëherë demotivohen, ashtu dhe administrata lokale. Pra nëse aty ndërtohet një resort dhe ato luftën që kanë bërë ka qenë për asgjë, dhe tani kemi edhe një ligj ndryshuar të zonave të mbrojtura që duhet thënë. Pra zonat e mbrojtura që kanë qenë zona për të ruajtur, pasi 80% e hapësirës janë për të zhvilluar, e hapësirës së shtetit shqiptar, 20% ka qenë mbrojtur për të ruajtur nga zhvillimi intensiv. Çfarë kemi tani është që ligji i zonave mbrojtura ka ndryshuar dhe lejon ndërtimin e hoteleve me 5 apo më shumë yje edhe në zonën qendrore të një parku kombëtar, që supozohet ishte zona më e ruajtur. Pra qeveria mburret sot me Vjosën. Vjosa është e hapur për ndërtim sot. Pra
Pavarësisht se thonë është park kombëtar, është një park kombëtar ku mund ndërtosh hotele me 5 yje, buzëjosës. E çmerrshme. Kështu që ne sot kemi një ligj që nuk mbron asgjë. Dhe gjitha këto zhvillim mund bëhen me firmën e KKT-s, pra me firmën e Edi Edhe në Ramës. vend që qeverit edhe qeverisit lokale të merren, po themi, me pastrimin e lumit ishëm, apo e lumejve të tjerë që janë vërtet problematik, merret pikërisht me atë që është një nga bukurit më të mëdha të lumejve në Shqipëri, duke mundësuar ndërtimin. Jon Vorpsi, faleminderit shumë që ishim në këtë bisedë. U duket edhe nga fytyra jonë se sa të dëshpëruar jemi, edhe pse shpresa nuk na ka humbur, me thënë të drejtën. Shpresa sidomos të njerëzit e ndërgjegjshëm edhe të specialistët e mirë dhe të ekspertë e mirë që janë në Shqipëri. Se kanë ngelur disa ekspertë që arsyetojnë të paktën, ose minimalisht nuk mashtrojnë. Nuk mashtrojnë me hedhjen e atyre firmave ose me thënien e informacioneve të pavërteta. Na dhe shumë informacion mbi pasurinë tonë, mbi zojsht, mbi speciet që jetojnë edhe që do dëmtohen shumë për shkak të kësaj vendimarrje që është kthyer në precedentin e parë mbase të normalizimit. Dhe me kaq shumë të dhëna dhe me këtë lloj pasurie, edhe është pak fatkeqësi që jemi kaq të dëshpëruar, me thënë drejtën, se duhet ishim të lumtur apo jo për këtë pasuri që kemi. Por do të kemi mbas edhe dhe rast në biseda të tjera për të shtjelluar. Shpresojmë shumë dhe urojmë shumë që të mos ndodhi asnjë përplasje në atë aeroport që tashmë është ndërtuar edhe që nisi testin. Nuk e di çfarë na mbeti ndonjë gjë tjetër pa u thënë, që ti e ke me merak edhe do thoja që pavarësisht ekspertëve, pavarësisht ligjeve dhe vëmendjes ndërkombëtare apo rregulla ndërkombëtare për ruajtjen e natyrës, duhet të kuptojnë njerëzit në Shqipëri që ruajtja e natyrës është një çështje që i përket gjithëve, është një çështje shumë njerëzore dhe sociale, dhe edhe sikur të ishin fare ekspertët, edhe sikur të ishin fare ligjet dhe vëmendja ndërkombëtare, mbrojtja e natyrës shqiptare duhet t'i interesojë si fillim njerëzve që jetojnë këtu. Dhe për këtë duhet ndërgjegjësohen dhe sikur të dali gjithë Bashkimi Evropian thotë ne nuk do lejojmë ndërtohet, prap njerëzit nuk duhet largohen nga mbrojtja e natyrës, por të përpiqen të thonë jemi ne që i mbrojmë dhe të dalim të gjithë bashkë për ruajtjen e natyrës dhe të jemi pjesë e vendimarrjes, të jemi pjesëmarrës në gjitha dërgjesat apo momentet ku ka një vendimarrje që vën në diskutim menaxhimin e burimeve tona natyrore. Dëgjuam sot edhe sikur mos i dinin këto gjëra, po morëm vesh çfarë kemi flamingo, kemi pelikanin kaçurel, kemi pulbardhën e Mesdheut, kemi sqebizën, tjetër emrat janë shumë bukur, ke gjelaci sy madh, nëse i futesh atij librit fillon qesh, është interesante, pra ke pulbardhën e vogël, pulbardhën e roz, pulbardhën këmbëverdh, ke sqebizën, gjelacin, ke gjelzat, pra emrat janë shumë kreativ, ke gjonin, ke kukuvajkën mjekroshe, pra ke kalin e qyqes, pra llojet shqiptarët kanë qenë shumë kreativ me vendosin e emra dhe shumë nga ato emra vinë nga legjenda shqiptare, vinë nga kultura e zonave të ndryshme. Për shembull Gjoni ka një legjend pse quhet, po i bie shkurt, thuhet që motra dhe vllai kishin dalë për të kullotur baktin, vllai humbi dhe motra çdo pranverë, sepse është një lloj që vjen në shtektar, çdo pranverë deri dhe thret Gjon, sepse atë nuk ka arrin ta shohësh, të shpend natë, këndon natën dhe fshihet shumë mirë, pra njerëzit nuk arrin ta shohin dhe tingulli i thirrjes është i ngjashëm me Gjon dhe njerëzit në fshatra thonin këtë legjend. Apo kali i qyqes që në botë quhet shkaba egjiptiane, ne i themi kali i qyqes që presupozohet që sjell qyqen sepse qyqja është e vogël dhe shtektimi është i gjatë nga Afrika dhe banorët lokal thonin është kali që e mban qyqen krah, sepse në kohën që shihnin një shpend madh bardh, dëgjonin dhe qyqen që nuk e shikonin dhe thonin është e vogël. Pra njeriu në Shqipëri ka qenë shumë i lidhur me natyrën. Vazhdon të jetë pavarësisht se
kjo pjesa e urbanizimit agresiv na e ka marrë vëmendjen, celularet na e kanë marrë vëmendjen. Njerëzit në Shqipëri kanë ende një lidhje ti e shikon te këngët, te emrat, ke çdo gjë që duhet të tentojmë të rikthehemi kësaj lidhje sa më shumë në mënyrë për të pasur një motiv qëndrueshëm për të arvojtur natyrën. Faleminderit për këtë mesazh shumë të bukur që na dhe në fund, edhe që na bëre të vëm pak imagjinatën në përshkrimin që u bëre shpende. Faleminderit Joni. Faleminderit.